që udhësinë e njoft. Prof, pe ekipin tënë, e ko Dugaxhinin, e ko Ferezojin, e ko Llopin edhe ko Prishtinën e Re. Po, Drenica është ekip më i kompletum se shumë ekipe tjera, nuk du me i përmend këtu. Shpresojmë. Edhe unë mendoj se ka potencial, ka cilësi edhe Drenica me këta njerëz që ka brenda aty. Mandej Drenica si nahi, si pjesë e Kosovës, unë mendoj që as duhet me shëndërmen me rapin. Duhet me qenë, unë pajtona me ty. Në këtë aspekt pajtona me ty. Kush bjen, prof, që astie? Unë pajtona me ty. Unë a thashë në fillim, Liga duhet mu shtu numër ma i madh. Ama s'ka shumë tash për tash, prof. Ajo duhet kush me rapin federata. Nuk ka se Drenica ka skuadër të fortë. Gjithashtu edhe Llopi ka skuadër. Drenica, Dugaxhini dhe Ferizoj potencion që ka në skuadër shumë mirë. Po thashën e pe Dugaxhinit Prishtina e Re ka organizim mirë. Ka asnjë ditë vonesë po, ka që vazhdojmë vonesë po. Problemi tash kush më ra, prof? Jo, sigurisht se dy ekipe edhe një ekip do të shkon në barazh, ajo nuk diskutohet. Po kush tash kemi hinë në pjesën e fundit të kampionatit. Domethënë, sot është gjiroja e parë, më duket e pjesë